Pensionet e ardhshme, si mund të rriten dhe a do të ketë bonus shtesë për pensionistët, eksperti i ekonomisë zbulon. Në një kohë kur shumë pensionistë përballen me sfida të mëdha financiare për shkak të inflacionit dhe rritjes së kostos së jetesës, rritja e pensioneve është një temë që ka shkaktuar shumë diskutime. Por si mund të përmirësohet situata për ta dhe a do të ketë një bonus shtesë që do t'i mbështesë ata? Eksperti i ekonomisë, zoti Ron Shkambori, zbërthen detajet e fundit rreth planifikimeve për rritjen e pensioneve dhe mundësisë për mbështetje shtesë. Në një intervistë ai ndan për publikun informacionin e fundit duke përfshirë mundësinë e një bonusi shtesë për pensionistët dhe masat që po ndërmerren për të siguruar një të ardhme më të sigurt për ata që ende nuk kanë dalë në pension. Po ashtu, zoti Shkambori shpjegon gjithashtu marrëveshjen e re me Italinë, e cila pritet të sjellë përfitime për mbi 500.000 shqiptarë që kanë kontribuar për sigurimet shoqërore atje. Besoj qeveria ka planifikuar një indeksim të pensioneve për të mbuluar inflacionin dhe për të përmirësuar mirëqenien e të moshuarve. Në diskutim janë skema që do të sjellin një rritje graduale në varësi të kategorisë së pensionit. Objektivi është që asnjë pension të mos mbetet prapa kostos reale të jetesës. Ka sinjale pozitive se edhe këtë vit do të ketë një mbështetje shtesë, veçanërisht për fesat ose për të lehtësuar kostot e jetesës. Për momentin, diskutimet janë në fazën finale dhe shpresojmë që kjo të konfirmohet sa më shpejt. Ky bonus synon të ndihmojë pensionistët në muajin më të vështirë financiarisht. Është shumë e rëndësishme që kontribuesit të deklarojnë të ardhurat reale dhe të sigurojnë në sa më shumë vite pune të dokumentuara. Gjithashtu, ata që kanë mundësinë mund të bëjnë pagesa vullnetare për periudha të saktuara për të rritur vlerën e pensionit. Një tjetër opsion është që të zgjasin vitet e punës, nëse e kanë mundësinë për të përfituar nga skemat e pensioneve më të larta. Ky është momenti që autoritetet të shohin mundësinë e reformave që do t'u garantojnë pensionistëve një jetë më dinjitoze dhe siguri ekonomike më të madhe. Brenda këtij viti do të nisë zbatimi i këtij procesi dhe ky është një lajm shumë i mirë. Fillimisht do të fillojë nga mesi i vitit dhe do të marrë në konsideratë çdo qytetar shqiptar që ka kontribuar dhe ka sigurime shoqërore për efekt pensioni. Nëse një qytetar ka 13 vite pune në Itali, por ka vendosur të jetojë në Shqipëri, ai mund të bëjë kërkesën për pension në Shqipëri, pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, ISSH. Pastaj ky i fundit merr kërkesën dhe ja transmeton kolegëve italian. Qytetarët nuk do të kryejnë vetë ECEJAKE, por institucionet përkatëse do të merren me to. E njëjta gjë vlen edhe për qytetarët që jetojnë në Itali. Ata mund të bëjnë kërkesën pranë autoriteteve italiane dhe ne do të trajtojmë si një kërkesë të bërë në Tiranë. Marrëveshja ka shndruar zyrat respektive si zyrat e veta, duke mundësuar kryerjen e shërbimeve për italianët dhe anasjelltas pa kosto shtesë. Kjo është një marrëveshje shtetërore me afat të pacaktuar, e cila ka përcaktuar edhe mënyrën e zgjidhjes së ankesave.